këtu nështë pak mund të ketë ndoj shitam, por... Që po insiston në emrin... Na jemi dëshmitar që në ditët e para, pas i kaloj aty sfidat e para, sfidën e bugjetit, gjitha aty në marrëveshjeve ndërkombëtare, zgjedhjen e kryetarit parlamentit, nën kryetarëve, sepse ishte një farë nyje pak me këtë listës serbe, po shoqëru të i kalu, zgjedhja qeverisë, ai tha haptas, e janë sepse unë nuk i bej dot të 10 vota për me zgjedh president me VV-n, prosi VV. E janë të gjejmë një kandidat pa librez partije. Prandaj, unë këtu bjen me njëherë argumente që zoti Kurti është i betonizum që o DVV-s o heq. Në fakt, unë po i shok të tjera subjekte politike që janë ma të i për në atë pozicion. Hajde të bojmë në ekuilibër, të i adhon sy mbyllur azi njerit prej subjekteve politike presidentin. Se duhet ketë një president konsensual, unifikus, për këto jam 100% i pajtimit. Madje kam qenë më i zeshme në këtë studio që kam thënë duhet shfrytëzohet kjo lloj si të tham zemërgjërsie nëse mund ta quajmë politike një lideri që ka fitu 51.11 dhe të hajde të gjejmë dikën pa librez partije. Okej, zotë dhe mhaza po qesh, e di... Zemërgjërsi nuk qëta na i term pak ma të butë, se di që nuk tingloj mirë. Kështu që të dy këto argumenti i parë që nuk ditë qeverisë edhe s'po do me qeverisë, në falë, del zgjedhje nuk donë me qeverisë, të dy gjona nuk rinë. Nëse të ato obligimet ndërkombëtare, okej, ato se s'ishe shumë e elaborum, ato e kemi diskutu, madje mund tjetë një problematik, por nuk besoj që është zoti Kurti që ju ik sfidave, në qovë se ka në fakt një lider në qëtë veni cili nuk ju ik sfidave dhe po ju hynë sfidave, në besoj që e ka dëshmu që është zoti Kurti. Kjo është, do të ishte saj për fillim, pra është një lloj replike shkurt me